بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين الله عز وجل falenderojmë, falën dhe ndihmën vetëm prej Tij e kërkojmë. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin, ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër të ndeshme, shokët e tij të drejtë dhe besnik dhe gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, jemi duke folur rreth betejës së Tebukut dhe fillet të saj. Dhe kemi përmend në takimin e kaluar se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u nis për në betejën e Tebukut së bashku me sahabët e tij, një numër i madh pra njerëzish, dhe kemi përmend rastet se si munafikët, gjithsesi tradhtarët e ummetit, i lanë në lloç pra muslimanët dhe nuk ju bashkangjitën atyre në këtë rrugtim. Mirpo kishte disa të atill edhe që prej munafikëve që vazhdojnë rrugën e tyre për interesat të dunjas, të cilat do t'i përmendim pak më vonë. Po gjatë këtij rrugtimi Allah Azza wa Jall sprovoi edhe sahabët të tjerë në veçanti, dhe sa herë që dikush prej muslimanëve do thotë humbte nga sytë e njerëzve, nuk e shihshin se është së bashku me grupën e ushtrisë, i thoshin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sahabët: ja Rasulullah, takhallafa fulan, o i dërguari i Allahut, filani ka mbet mrapa, aleikum salam. Filani ka mbet mrapa, do thot filani nuk është bashkangjit, e kështu me radhë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte: da'uhu fa in yaku fihi khairun fa sayulhiquhu Allahu ta'ala bikum wa in yaku ghayra dhalika faqad arahakum Allahu minhu. I thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: lana se nëse ka hajër në ta, atëherë Allahu fuqiplot ka më mundsu me ju bashkangjit juve. E nëse nuk ka hajër në ta, atëherë Allah Azza wa Jall ju ka rehatu prej tij. Dhe për gjatë rrugës mbeten, do thot, i than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja than këtë fjalë pra për njërin prej sahabeve, i cili ishte burr i mirë. Fjala ishte për Abu Dharrin radhiyallahu ta'ala anhu. I than: ja Rasulullah, qad takhallafa Abu Dharrin wa abta'a bihi ba'iruhu. O i dërguari i Allahut, Abu Dharri nuk është me ne dhe devja e tij domethën ka mbet mrapa. E ka do thotë e ka lënë mrapa. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tha njëjtën fjalë, tha: da'uhu fa in yaku fihi khairun فسيلحقه الله بكم وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. لا nëse ka hajrin ta, Allah Azza wa Jall ka më mundsu me ju bashkangjit, e nëse s'ka hajrin ta, atëherë Allahu ju ka rahatu prej tij. E kjo do thot për vetë personalitetin e Abu Dharrit radhiyallahu ta'ala anhu ish fjalë kogja sfiduese, se Abu Dharri ka qenë prej burrave të mirë, edhe në betejën e Tebukut nuk kanë marrë pjesë, do thotë kanë mbetur mbrapa veçanërisht munafikët. Edhe ekstra kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që u thoi sahabëve, aludojke në mirësinë ose në mbrapshtësinë e personit. Dhe Abu Dharri radhiyallahu ta'ala anhu në realitet nuk ishte qëndroj mbrapa se s'doj keme marrë pjesë në luftë, ama devja e tij ishte lodh, nuk muj keme nxon hapin e ushtrisë. Edhe kështu që kur e pa Abu Dharri që devja është të e lënë mbrapa, filloi do thot me lënë fajin asaj, edhe i mor teshat e veta çka i kish në deve, pra atë farë furnizimet me ushqime tjera, i qitin shpinë, e la devën midis rrugës, edhe vazhdoi rrugën në kam drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
dhe pejgamberi alayhi salam gjatë rrugës i shnal diku me ushtrinë e tij, pes largit dikush e sheh në hije, thot ja Rasulullah, inna hadha ar-rajul yamshi ala at-tariq wahdahu. O i dërguari i Allahut, pe shohim dikon të ardh në kam i vetëm. Në kam i vetëm. Pejgamberi alayhi salam kur e dëgjoi kët, i ardhi një shpresë e mirë për Abu Dharrin. Edhe filloi me thon kun Abu Dharr. Ji Abu Dharri. Do thot sikur na që them, o inshallah është Abu Dharri. Me shpresë që mos të mbetet Abu Dharri në radhët e atyre që s'ka hajër në ta. Për shkak se ishte njeri i mirë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ki shef me pa njerin e tillë në atë gjendje. Tha kur afru më shumë dallun do të thënë njerëzit thanë ja Rasulullah huwa wallahi Abu Dharr, o i dërguari i Allahut, vërtet pasha Allahun qen ka Abu Dharri. Edhe pejgamberi alayhi salam në atë moment thot rahimallahu Abu Dharrin yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'athu wahdahu. Thot Allahu e mëshiroft Abu Dharrin, po ec i vetëm, do të vdes i vetëm, do të ringjallet i vetëm. Abu Dharri ka qenë me të vërtet një shembull i personit që do të me pas stabilitet në fe. Edhe nëse mbetesh i vetëm, mos e ndal të ecurit. Mos u arsyeto me çka do që të vjen. Çfarë do pengese që të del, mos u arsyeto. Vazhdoje rrugën. Edhe i vetëm nëse mbetesh, atëherë ringjallesh si ummet. Atëherë mbetesh si ummet. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e bani këtë dua, Allahu mëshiroft Abu Dharrin, po ec i vetëm, edhe përgjithsisht jetën e tij e ka kalu i vetëm, edhe thot do të vdes i vetëm, edhe do të ringjallet i vetëm. Edhe realisht kjo doli e vërtet, padyshim Abu Dharri radiallahu ta'ala anhu në khalifatin e Uthman ibn Affanit ka qenë, do thot, është veçu prej sahabeve, ka jetu diku në një vend të quajtur Rabadha, diku në periferi, i vetmuar, ka pas vetëm bashkëshorten e tij dhe një shërbëtor. Nuk ka qenë, domethënë, pjesë e një katuni ose lagje, i vetëm ka qenë në një shtëpi larg. Edhe këtë ka marrë si këshill pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thënë se kur të vinë kohë të fitneve, ti Abu Dharr veçohu, shko diku vet. Edhe kështu ka vepru Abu Dharri. Dhe sa herë që do thotë është ose kur i ka ardhur ajo momentet e fundit të jetës tij kur është plak, Abu Dharri ja ka lënë amanet bashkëshortës tij edhe atij shërbëtorit vet, ka thënë nëse vdes, atëre lamani kufomën, pra pastromani edhe qefinosmani kufomën dhe vendosmani për skaj rrugës. Kur të shihni dikon që po vjen aty pari, kush do qoftë thuani apo na ndihmon, ky është Abu Dharri, shoku i dërguarit të Allahut, andaj ndihmona që me e varros, sepse varrimi kërkon angazhim më shumë se sa thjesht pastrimi edhe qefinosja. Vynet edhe aktivitet fizik që nuk është e lehtë për dy persona të dobët me e kry. Kështu ndodhi domethënë kur vdiq Abu Dharri radiallahu ta'ala anhu, bashkëshortja e vet dhe shërbëtori e lajtën, e pastrun, e qefinosën, edhe qitën domethënë për skajt rrugës, shërbëtori vetë prisje se kush po vjen aty pari, edhe qëllon sahabiu i ndershëm Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu të armë një grup njerëzish prej Irakut dhe e sheh xhenazën në rrugë, nalet, edhe shërbëtori i thot, ky është thot Abu Dharri, shoku i dërguarit të Allahut, apo na ndihmoni me varros. E nuk kish njeri që e njifte më shumë Abu Dharrin në atë kohë se sa Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, ku të dy dohen kanë qenë prej sahabëve të vjetër. Si dëgjon këto fjalë Abdullah ibn Mas'udi, fillon me çajt për vllahun e vet dhe thot sadaqa Rasulullah, e ka thënë vërtetën i dërguari i Allahut.
temshi wahdaka wa tamutu wahdaka wa tub'ath wahdaka, ki eci vetëm, ki me vdek i vetëm edhe ki mori ngjall i vetëm, ju drejtu pra xhenazës së Abu Dharrit radhiyallahu ta'ala anhu. E me një transmetim tjetër, po ashtu përmendet edhe disa detaje tjera ku një ditë bashortja e Abu Dharrit të najt bashkë me Abu Dharrin në shtëpi, fillon me çajt, edhe Abu Dharri e pyetet pse po çan. Thot: "Wa ma li la abki", pse mos me çajt on, "wa anta tamutu bi falatin min al-ardi wa la yada li bi dafnika", ki me vdek në një shkretin, në një tokë të shkret, e nuk kam kush më ndihmu që më të varros. "Wa laysa indi thawbun yas'uka wa ukaffinaka fihi", thotë nuk më ka met në farteshe që domethënë në atë gjendje të varfërisë kanë qenë, thotë nuk më ka met në far rrobe që masi të vdesësh më të mbulu me qefin. Dhe Abu Dharri ja ktheni, thotë: "Fala tabki wa abshiri", thotë mos çaj, amo përgëzohu, mos çaj, por ki myshde, sepse e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "La yamutanna rajulun minkum bi falatin min al-ardi yashhaduhu isabatun min al-mu'minin", ka me vdek njëri pe jush, ka me vdek diku në një tokë të shkret, edhe xhenazën e tij kanë me ja fal një grup besimtarësh. E thot: "Wa laysa min ulaika an-nafari ahadun illa wa qad mata fi qaryatin aw jama'ah", e nuk ka met për që aty në grupit njerëzve që në kanë bashk, nuk ka met asnjëri për tyre vetë se kanë vdek diku me një katond ose me një qytet ose me një grup njerëzish. E thot: "Unë jam ai i vetmi për që aty grupit që komet i gjallë", andaj për di që s'ka qenë fjala për dikon tjetër. Thot: "Wallahi ma kadhabtu wala kudhibtu", pasha Allahun as njëherë s'kam gëny, as nuk më shthon ndonjë gënjeshtër. Edhe do thot Abu Dharri radhiyallahu ta'ala anhu e ka kuptu këtë përgëzim e myshdhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se me e fal xhenazën muslimanit një grup besimtarësh, ajo është shenjë mirë, edhe Abu Dharri e ka kuptu si të tillë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fol fjalë të mira dhe ka lavdru Abu Dharrin radhiyallahu ta'ala anhu. Thot Abdullah ibn Amr ibn Asi, pa thënë pejgamberi alayhi salam: "Ma adallat al-khadra'u wa la aqallat al-ghabra'u ala dhi lahjatin asdaq min Abi Dharr", thot nuk e ka mbulu qielli dikond as se ka majt toka një njeri më të sinqert në gjuhë se Abu Dharri. Thot ka qenë ma kadhabtu wala kudhibtu, as njëherë s'këm rajt e as nuk kam dëgju në i herë ram. I tillë ka qenë Abu Dharri radhiyallahu ta'ala anhu. Andaj personaliteti e Abu Dharrit do thot për muslimant është si shembull i stabilitetit, edhe nëse je i vetëm, edhe nëse tjerët kanë shku në dëfrimet e tënve, kanë shku në rrugët e tënve, në interesat e tënve të dunjas, mbetesh i vetëm, mos u piklo, mos u dëshpro, ama ndiqë rrugën e drejt, ndiqë rrugën e vërtet, edhe nëse vdesesh i vetëm. Nëse ky sahabi i madh ka dekë në këtë gjendje, në një tokë të shkret, pa kërkonin hiç, sa që s'kan pas as me çka me qefinos për i varfris, edhe s'ka pas kush me e varos, ama Allah azza wa jall kur don me e nderu robin e vet, pastaj e bën kader çashtu që edhe pse kërkon se ki pas, më ta fal xhenazën një grup besimtarësh. Atë ditë do më thënë Abu Dharri e dëshmoi vendosmërinë e tij. Edhe pse devja do më thënë ju lodh, i mori teshat, i qiti në shpinë, e vazhdoi rrugën ashtu qyshish në kam, edhe pse dije do thëtë që rrugtimi për Tebuk ka qenë sfidë e madhe, me kafsh, e lema me ec në kam. E tillë duhet me qenë besimtari i vendosur në rrugën e Allahut azza wa jall, me marrë çdo sebeb të mundshëm. Ja me thënë, valla, metëm ta shëtus, ku me shku mi nxon ata, do vanë ushtria veç se ka ata janë me deve, me ku mu ju në mi nxon. Hajt po kthena për Medinë. Ka mujt këtë me bo Abu Dharri. Me i devës vetë, ka dal dale, kish mëri diku në Medinë.
Ama jo, vendosmëria e tij ka qenë e palëkundshme, e kështu duhet me qenë besimtarët. Gjatë rrugës për në Tebuk, ndodhe edhe një ngjarje tjetër që na jep një mësim të rëndësishëm shumë dimensional. Tebuku, rruga për Tebuk kalon rreth një qyteti të vjetër që është quajt Hijr. Një qytet të vjetër që është quajt Hijr, edhe aty ka banu populli Thamud, populli i pejgamberit Salih, populli Thamud. Dhe kur janë ofruar aty pari ka Hijri, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ngut devën e vet. E ka ngut që me ecë më shpejt, mos me u vonu, mos me u nal shumë rreth vendbanimit Hijr. Dhe aty ka qenë një pus brenda qytetit Hijr. Dhe disa prej sahabeve, për shkak të nevojës për ujë, kanë shku tek pusi në fjalë, edhe kanë mush, domethënë enë të ndryshme, ju kanë dhënë me pi deveve, dhe me çat pus kanë përgatitur edhe me çat ujë, domethënë kanë përgatitur edhe bukë. Dhe kur dëgjon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum illa an takunu bakina an yusibakum mithlu ma asabahum. Ja u jep sahabëve një këshill, një urdhres që është mësim për muslimanët deri në ditën e Kiametit. Thot mos hyni në vendbanimet e atyre që i kanë bërë zullum vetes, përveç nëse jeni në gjendje të vajit. Përveç nëse jeni në gjendje të vajit, sepse është frika që t'ju godit juve ajo që i ka godit ata. E një transmetim tjetër përmendet se ka thënë la tadkhulu ala alqawmi alladhina udhibu illa an takunu bakin. Mos hyni në vendbanimet e popujve të mëhershëm që janë dënu, përveç nëse jeni në gjendje të vajit. Fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alayhim. Nëse nuk jeni në këtë gjendje të vajit, mos hyni në vendbanimet e tyre. Fa inni akhafu an yusibakum mithlu ma asabahum, sepse kam frikën që do t'ju godit juve ajo që i ka godit ata. E kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përmban mësime të shumta, një mësim shumë të rëndësishëm për muslimanin. Kur i ka thënë mos hyni në ato vendbanime përveç në gjendje vaji, është fjala në gjendje pendimi, në gjendje keqardhje, në gjendje dhëmbshurie, nga ajo që këta njerëz kanë shkaktu, këta njerëz që në dënu aty e kanë vepru. Sepse dihet dhe thot që populli i Salihut, pra populli Thamud, e ka bë kufër të rënd, edhe pse e kanë kërkuar mrekullim, pastaj e kanë shkel një gjë të tillë. E urdhresa e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vlen domethënë deri në ditën e Kiametit. Edhe për kësaj merret shembull që besimtari nuk bën me shku tash ndicodi dikush mundet me u mashtru, në filan vani ish një far muzeu, e ku të shkon? Çfarë muzeu është? Muze i një populli të vjetër ku shihen shenjat që kanë qenë të shkatëruar me një dënim prej Allahut Azza wa Jall, sikurse që është muzeu në Pompej, të cilët Allah Azza wa Jall i ka dënu me një dënim të dhëmshëm, edhe ku fomat të tyre janë ngurtësu, edhe hala sot e ditë janë çashtu qysh i ka zënë dënimi. E shkojnë njerëzit me ndjelehtë, gjoja se për atraksion me vizitu, po mos shko se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ndalu. E sidomos kur shkon në gjendje të tillë, domethënë me shumë komoditet, shkon me shumë për rekreacion, për mu dëfry. E pejgamberi ka thënë, mos shkoni aty vetëm në gjendje vaj, vetëm në gjendje pendimi. Nëse duhet patjetër me kalu, atëherë çashtu kaloni. E përndryshe mos hyni hiç. Sa që vetë pejgamberi alayhi salam domethënë kur ka kalu aty pari i ka dhënë devës me ecë më shpejt. Sepse aty është vend ku ka zbrit hidhrimi i Allahut. E besimtari s'mundet me shumë komoditet me shku në një vend të tillë. Tash kjo është
për çka? Për një vend që para shekujsh ka ndodhur dënimi i tillë. Para shekujsh ata njerëz e kanë hidhru Allahun Azza wa Jall. Me gjithë ato është ndalu. E kur të përkthen në realitetin e sotëm, ku kemi vende të cilat domethënë hala shfrytëzohen edhe përdoren nga njerëzit për me i bë mëkat Allahut Azza wa Jall, vende ku bëhen manifestime të tmerrshme, vende ku bëhen shirkiate të ndryshme. Besimtari veç pe që ti hadithi do të më marr ibra, do të më marr shembull që më nejt sa më larg vendeve të tilla. Sa aty është dënimi i Allahut. Aty mundet sa që lëm shil syt me zbrit në fakt dënimi, edhe ti me qenë mesin e tënve ose afër tënve. E kjo është pasaj e tmerrshme. Sikur që tash frikë domethën që ku dëgjom domethën në Maqedoni që ndodhi një aksident komplet një disko, a çka ke në Ramazan vrojtën me 10 njerëz. Ajo është, mos mëron dikush që avalla ndodhi një aksident edhe vdiqën. Jo, s'është ajo aksident. Nuk është ajo diçka që ka ndodhur rastësisht. Aksidenti është diçka që ndodh rastësisht. Ajo ka ardhur me kader të Allahut Azza wa Jall. Ajo ka ardhur dënim prej Allahut fuqiplot. Edhe i sheh pastaj muslimanët me ndjelet në rrjetet sociale, Zoti ngushëllime atënve çka ju kanë vdek familjarë, ndoshta nikush në far baloshë bën dua për to, Zoti falt ata, Zoti mëshiroft. Muslimani duhet me qenë me syçel, me ndjem pret. Nuk bën me kon si gjendje gafleti që pas ka ndodh, mole tash na me sakrifiku gjoja se me ta me fitu klikime e tjera. Kjo është gabim i madh. Nuk bëhet domethënë dua për ata që e mohojnë Allahun Azza wa Jall fillimisht, nëse janë jo musliman. E lemo domethënë për ata që i bojnë i shkelin rregullat, ligjet e Allahut Azza wa Jall në atë mënyrë. Ditë mujt shenjt, mujt madhrishëm të Ramazanit, edhe pse ata nuk kanë qenë musliman, sipas burimeve. Megjithatë, nuk duhet domethënë besimtari me ra në gracka të tilla. Ky hadith pastaj na jep edhe një mesazh tjetër, jo të aspektit fizik, po aspektit kuptimor. Pejgamberi alayhis salam ka ndaluar me hy fizikisht në një vend ku është bë mëkat Allahut Azza wa Jall. Edhe ku Allah Azza wa Jall ka zbrit dënim. Tash kuptimisht i bën që besimtari duhet të urujt edhe nga gjendjet, nga dukjet, nga format, nga paraqitjet që përputhen me ato të njerëzit që i kanë bërë mëkat Allahut Azza wa Jall, edhe Allah i ka dënu. Për atë vjen hadithi men tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, kush i përngjason një popull, ajo është si ta, ajo është i tyre, pjesë e tyre është. Edhe nëse edhe për atë dietarët e kanë përmend që nuk ban muslimani me i përngja jo muslimanëve, me i përngja qafirave, me i përngja qoftë doan bidatxhive, qoftë në dukje, qoftë në të folur, qoftë në domethënë mënyrën e veshjes, në mënyrën e ngrënies, nuk ban. Nëse është një profil i caktuar, është shenjë tënve me cilën ata identifikohen, nuk ban me ju përngja. Sa ajo është e barabartë me këtë. Ti e të mënu me u bose një popull që Allah Azza wa Jall u hidhru me ta dhe i ka dënu. Prandaj edhe duhet me urujt. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shku deri në atë pikë të refuzimit të kësaj, saqë Ibn Omeri radhiyallahu ta'ala anhu thot, kur dëgjoi pejgamberi alayhis salam se disa prej sahabëve kishin marr ujë prej pusit që ka qenë në Hijr, i urdhëroi që me e dardhat ujë. E kur dëgjoi që edhe brum kanë bërë me çat ujë, i urdhëroi që me gjujta të brum ose me ia dhën kafshëve. Deri në këtë mos. E muslimani shkon e vesh teshën, atëfar ndresën, e filan qafirit, filan domethënë ose ato far modën e bën, frizurën e bën si filan qafirit, si filan këngëtarit, si filan lojtarit.
Me sa parmen. Pejgamberi alayhis salam ujin thjesht që Omar aty ka thënë gjune. Në çfarë gjendje janë kon? Rrugën për Tebuk. Ku tash kemi përmend rastet kur sahabët çka kanë bë për ujë ose për ushqim. Ama edhe brumin ka thënë gjune. Edhe ujin ka thënë derdhne. Pse? Se u marr nga një vend ku ka zbrit dënimi i Allahut. Prandaj edhe besimtari duhet me pas kujdes në vendet ku hyn, në mënyrën që jeton e kështu me radhë. Edhe pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit edhe ju ligjeroi besimtarëve. Tregon Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, thot pejgamberi alayhis salam na majti një ligjerim dhe na tha la tas'alu al-ayat wa qad sa'alaha qawm salih. Mos kërkoni mrekulli, mos kërkoni si far ajete të mëdha, prova të mëdha të mrekullive. Thot sepse populli i Salihut kërkun mrekulli, edhe Allah azza wa jall ja u dha mrekullin. Kërkun çka? Hajta monet Zoti jot pej gurit me nxerr një deve. Edhe Allah azza wa jall ja nxerri pej gurit një deve. Edhe pastaj ju caktoi rregulla që kur ka me hongre devja, kur ka me pi, ku ka me kollote kështu me radhë, dhe ajo deve domethënë një ditë të javës pinte nga burimi ku pinin edhe njerëzit, e atë ditë njerëzit s'kishin drejt me pi. Kur kanë dita e devës, njerëzit kanë pas drejt me marr ujë nga burimi. Veç devja ka pas drejt me pi. Ditën e nesërme, këta kanë pas drejt me marr prej çumshtit të devës. Mirë po, njerëzit dashakeq u çunë edhe çka banën, e therën devën e Salihut alayhi salam, edhe me këtë do të thotë mohun Allahun azza wa jall, e mohun Allahun fuqiplot, dhe atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ligjërimin e tij, fa khadhatuhum sayhatun, ata i kapin një far klithme, një dënim nga klithma. Ahdam Allahu man tahta adimi as-sama'i minhum, me cilën Allah azza wa jall i shkatërroi, domethënë nuk la asnjë njeri nga populli i Salihut në qiellin e dunjas, vetëse e shkatërroi. Përveç një person. Ai ka qenë Abu Rigal. Dhe pse Allah azza wa jall nuk e ka dënuar këtë person? Sepse ky i shkon në momentet e zbritjes së dënimit, ka qenë në vendin e shenjtë, domethënë në Mekë. Ka qenë në Mekë, edhe Allah azza wa jall s'ka desh në atë vend me shkatrua me myt. Ditën që ka dalë prej Mekës, më njëherë e ka kapur këtë dënimi, edhe Allah azza wa jall e ka vrarë. Pra, në popullin e Salihut, Allahu fuqiplot i shkatroi gjithë. Edhe këtë e buri gali, pse kishin në atë kohë në Mekë. Në Mekë për çka shkohet? Për ibadet. Ama kur dol prej Mekës e mori dënimin. Prandaj njeriu nuk bën me qëndru në ato vende ku zbret dënimi i Allahut azza wa jall, në ato vende ku njerëzit i bëjnë mëkat Allahut azza wa jall, në ato vende që ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thot sepse po ardhin ai dënim, atëre i përfshin gjithë. Është marrë pastaj besimtari me uringjall, me kan, me të far njëri të prisht në moralën din, sikurse në ditë sot domethënë që Allahu i udhëzoft ata vëllezër musliman që jetojnë në përvendet e kufrit, ku aty ka njerëz të poshtër, aty ka njerëz që i bëjnë mëkat Allahut azza wa jall, aty ka njerëz që thënë se Allahu ka fëmijë, thënë se Isa është i biri i Zotit, thënë se Mariemja është realisht bashkëshortja e Zotit. Çfarë njerëz ka atje? Ka edhe më të fliq se aq. Edhe me vdek besimtarin atë vene. Me kënë ka morin gjallë? Apo mënojnë që tani ka morin gjallë me sahabe? Jo. Pastaj ringjallët me njerëzit e tillë. Edhe Allahu na ruaj, do thotë që më na kap dënimin e para ato vende. Dhe në një transmetim tjetër
Përmendet domethënë me lidhur me ndodhinë e Hijrit, tregon Abu Kabsh al-Anmari, thot kur dëgjoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se disa sahabë kishin shku te vend banimi i Hijrit, thirrë Bilali as-salatu jami'a, bashkohuni për namaz, edhe erdhen njerëzit dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtu sahabëve, tha: "Alama tadkhuluna ala qaumin qad ghadiba Allahu azza wa jalla alaihim", tha pse po hyni te një popull me cilët Allahu fuqiplot është hidhrua dhe është zemru. Sahabët i thanë: "Na'jabu minhum ya Rasul Allah", o i dërguari i Allahut, na ka ardhur interesant kjo punë. Do thot ajo kërshëria, ajo ndjenja që me shku me këqyr, a thot qysh, a thot ta shakamet, sikur që përmendëm pak më herët. Shkojnë domthon për rekreacion në për muze të ndryshme, në për vende të këtilla, po veç kum pas shefën me ditë me pa ç'është është. Domthon kështu i thanë sahabët: "Na'jabu minhum", na ka ardhur për na vjen interesant, do veç me pa atë vendin ku ç'është ka zbrit dënimi, a ka met në shajën e sa. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha: "Afala ukhbirukum bi'ajaba min dhalik", a doni më ju tregu diçka më interesant se kjo? "Rajulun min anfusikum yukhbirukum bima kana qablakum wa bima huwa ka'inun ba'dakum", tha më interesant se kaq është një person nga mesi i juj, një burr nga mesi i juj, që po ju tregon për të kaluarën çka ka ndodhur, edhe po ju tregon për të ardhmen se çka ka më ndodhur. E kishte fjalë për veten e tij. Domthon pejgamberia edhe vet ekzistenca e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mesin e tyre, kjo është më interesante. Besimtari nuk duhet me hub fokusin e tij. Duhet me u fokusuar në ato çka është më rëndësi. E tha: "Fastaqimu wasaddidu", andaj tha bëhuni të qëndrueshëm edhe veproni mirë. "Fa inna Allah azza wa jalla la ya'ba'u bi 'adhabikum shay'a", sepse Allahu fuqiplot nuk mërzitet nëse ju dënon juve. Nuk është e rënd për Allahun azza wa jall me ju dënu nëse ju e shkelni urdhrin e tij. "Thumma ya'ti qaumun la yadfa'una 'an anfusihim shay'a", thotë pastaj do të vinë një popull që do thot nuk kanë nevojë me mbrojt veten e tyre kur gjë. Pra, besimtari duhet me pas kujdes për gjendjen e tij që kena përmend me 10 herë. Se Allah azza wa jall zëvendëson e bën dikon tjetër. Fastaqimu wasaddidu, bani qëndrueshëm edhe veproni atë të duhurën. Se të Allahu fuqiplot nuk është një person, nuk ka shumë rëndësi. Po edhe këtë njerëzit nuk kanë shumë rëndësi. Me deshta i dënon gjithë, por to nuk është shumë problematike, sepse këtë që ata i zëvendëson me tjerë. E ka shkatru komplet. Madje, ja ka për shembullin Nuhit alayhis salam. E ka shkatru komplet njerëzit në tokë. Edhe ka sjell pastaj gjenerata të tjera. Prandaj domethënë njeriu duhet me pas këtë kujdes edhe për veten e tij, mos me kap domethënë e ndjenja e krenarisë me mëkat, po duhet me ul kokën, me urujt për asaj që e ka ndaluar Allahu azza wa jall, me ik prej atyre gjëra që i ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për çfarë ka thënë fastaqimu wasaddidu? Çka saddidu i bën mundohuni me bot të duhurën. Mundohuni me bot të duhurën. E tasdid i bën me aqëllun shaj. A ke pa njëri, domethënë ato shajat që gjunjën shënjestër, janë me rrath, në mes është një rrath i kuq, edhe kur gjun njërin to mundohet sa më shumë me aqëllun mes. Po ka mundësi tash pak më nqysh e aqëllon. Po megjithatë ka gjujt edhe diku e ka rrok. Ama mos me mundu hiç me gjujt, ajo pastaj është gabim. Prandaj ka thënë fastaqimu wasaddidu, mundohuni me qëndru në rrugën e drejtë. Ndërsa ai i cili, domethënë, nuk mërzitet për rrugën e drejtë as një tro, ai pastaj e bën qoftë vete gabimin e tij. Gjatë kësaj rruge pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur arriti në vendin e quajtur në një lugin të quajtur Qira, e pan një
kopsht ku ishte një grua, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha sahabëve, tha, llogaritni sa hurma ka plantazhi i saj. E kish pas ala hurma të pavjel. E tha llogaritni sa parafërsisht mund mi dal për qytetinëve hurmave. Dikush ta kështu, dikush ashtu, pejgamberi alayhis salam pa ashtu e llogariti, e tha 10 ausuk. 10 ausuk, si më thënë 10 thas. Një wasak ka qenë qash madhësi. Edhe pejgamberi alayhis salam i tha asaj grua, tha ihsi ma yakhruju minha hatta arji'a ilayki insha Allah. Tha numëroj kur dalin, tha numëroj mjesat kanë dal, që inshallah kur të kthehemi me këqyr cila ishte vërtet, edhe masi përfundoi betejën e Tebukut duke u kthy, kalon ka ky kopsht. Edhe pejgamberi alayhis salam e pyeti gruan fjalë, tha kem ja'at hadiqatuki, sa ka prodhu kopshti. Ai tha 10 thas, çfarë sa ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë si një formë dëfrimi për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjatë këtij rrugtimi pejgamberi alayhis salam e ka praktikuar bashkimin e namazeve, tregon Muadh ibn Jabali radhiyallahu ta'ala anhu. Pejgamberi alayhis salam në rrugën, në rrugtimin e Tebukut, e bashkonte drekën me ikindije dhe akshamin me yaci. Për shkak se njeriu kur është udhëtar e bën një gjë të tillë. Gjatë rrugës, duke ecë në një prej ditëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa një grup sahabëve ishin të bu të një hije. Dhe kur kaloi aty pari, tregon Xhabiri radhiyallahu ta'ala anhu, kur kaloi aty pari, dikush shot thot ja Rasulullah, rajulun sama fajahadahu as-sawm. Thot njëri prej neve kish pasagjeru, edhe agjerimi e kalodh. Për ato janë anal, do thot me pushu në hije. Dhe pejgamberi alayhis salam aty ja dhan një mësim, tha laysa al-birru an tasumu fi as-safar, nuk është prej devotshmërisë edhe vepërmirësisë me agjeru gjatë udhëtimit. Pa nuk është prej devotshmërisë me agjeru në udhëtim. Sepse në udhëtim Allah azza wa jall ka bë lehtësim, edhe agjerimin obligativ ka thënë që nuk ka nevojë, nuk është obligim. Sikurse çu është pat ndodh në gjatë luftës së çlirimit të Mekës. Ishte Ramazan dhe kur u afruan do thot Mekës edhe që kishin me luftu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i porositi sahabët që më ndërprej agjerimin e tyre. E tash ky person kisha agjeruar në udhtim, agjerim nafile. Tash pra mëno, jemi të shku në luft ku kërkohet me qenë njerëzit e fortë, dhe ky zot nia pa agjeron. Kjo është domethënë kur besimtari mundohet më koni devotshëm, po me menën e vet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'pa agjeron. Ti që pa agjeron, ku po don me dal më i devotshëm? Ndiqë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ai tha pejgamberi nuk është prej devotshmërisë me agjeru gjatë udhëtimit. Gjatë kësaj rruge kishte ditë kur muslimanëve edhe ju harxhun rezervat e ujit, edhe i kapi një etje e madhe. Tregon Abdullah ibn Abbasi, thot një ditë këtë tash mas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kishin pyet një ditë Omerin radhiyallahu ta'ala anhu, do shokët vet, kallxona diçka në ndodhi prej betejës së Tebukut. Edhe ja u tregon Omeri, thot gjatë atij udhëtimi, thot ka pas ditë kur na ka kap etja e madhe deri në pikë sa që njeriu u detyru me kap me therr devën e vet që ka pas, edhe atëfar langën që ka mujt me shtrydh, do më thënë se devja e të bën ujin. Devja e të bën ujin në shpinën e saj. Ama nuk është aty ujë, si më thënë me ana shishës. Pa ajo është shtresa dhjamore që kur të pin ujë devja, ajo i thith edhe i man. Tani me kalimin e kohës, devja do më thënë trupi i saj ka daldale
domthon ushqehet peç atij ujit. E tash ka pas domthon pe sahabive që ndetyru me tharë devat e veta me shtrydh çto për me nxjerr në tre ujë edhe me pi. Derisa Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu ju kisha afru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot ja Rasulullah qad awwadaka Allahu fi ad-du'a khayran fad'u lana. Ty Allah azza wa jall gjithë ka dhënë khajr në duat e tua, andaj lutu për neve. Pejgamberi alayhi salam i tha: "Aw tuhibbu dhalik?" Apo qef çon mu lut, po i tha ja Rasulullah. E shohim gjithë domethënë çysh pejgamberi alayhi salam me Abu Bekrin ka pas një trajtim të veçantë. Çdo ku kur nuk ka ra me lexu, kur nuk është transmetu najherë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Bekrit ju ka drejtu me nej tro vrashtësi. Kur hiç. Edhe në rastet këtilla ku kërkush pe sahabeve s'ka guxu ju afru me kërkesë tillë, Abu Bekri kur ju ka afru, ka thënë: "A tuhibbu dhalik?" Apo i çfarë është më apo? Po, ja bojna. Se Abu Bekri ka qenë i veçantë. Abu Bekri, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dashur shumë Abu Bekrin për shkak të veçantisë së tij. Të kish pas pejgamber mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kish më qenë Abu Bekri. Edhe kjo është sjellja e duhur me dashuritë e Allahut azza wa jall. Kjo është sjellja e duhur me njerëzit e tillë. Thot kur nuk ka edhe raste kur Abu Bekri ndoshta ka bën e sen që na gjykojmë si të gabuar, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithu sjell mirë me ta. Atë rastin që përmendëm që ka ndodhur Abu Bekrit, ka çu dorë ndaj babës vet, ka thënë: "Ah, për më ki bo Abu Bekri apo?" Si ka bërtit. Rastin kur janë përla me Omerin, që kena përmend. A pse Abu Bekri e ka një zënkën. Se Abu Bekri ka thënë: "Ja Rasulullah, vendose udhëheqës tën ve filanin." Omeri ka thënë: "Unë kisha propozuar që filanin me bë." Abu Bekri u nxej ka thënë: "Po dosh më kundërshtu t'ja." Mirë veç e ka shprehën. "Ti po dosh më kundërshtu." Tash, me këqyr me pikpamjen tonë, Abu Bekri ka qenë, domethënë është ngut, o nxej. E janë përlan me zveti, ama në fund pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ai ka bërtit? Ka bërtit Omerit. Ka thënë mos mangusni Abu Bekrin. Nëse Abu Bekri ka qenë i veçantë, jo në veçanti, çka më thon, se është Abu Bekr, ama për shkak të lidhjes së tij me Allahun azza wa jall. Në ditën kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas më shumti, Abu Bekri ka nejt gati. Në ditën kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Islami ka qenë mas dopti, Abu Bekri ka ardhur në ndihmë. Gjithku ka qenë Abu Bekri. Për atë pejgamberi sallallahu ka pas një trajtim, një sjellje të tillë me Abu Bekrin. E kur ka thënë Abu Bekri: "Lutë Allahun për neve." Ka thënë: "Apo ke qef?" Po. Edhe ka çu dur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe thot dan transmetuesi hala pa ju dur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veç të buni re. U të buni re, edhe ja ka nis një shi derisa thot kena marr kët en çka kena mujt, çka kena pas me veti, i kena mush mirë. Edhe ka kalu reja, thot mos nena kur kemi dalë anej dojon gut me shku me këqyr ren anej bjeshkës, kur kanë dalë se kanë pa. Se ka qenë re e veçantë veç për duan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjatë aty në ditëve tregon Abu Sa'id Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sahabët i pat kap edhe uria po ashtu. On kanë pas ditë kur i ka kap uria, ka pas ditë kur i ka kap elja, ka pas ditë kur i ka kap lodhja madhe. E një për ditë kur i kap uria, shkojnë i thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Ja Rasulullah, jepna leje ti therrim devet që i kena me veti. Edhe të shqemi." E sa mi thot: "Bana." Atëherë vjen Omeri me këshillën e tij, thot: "Ja Rasulullah, nëse vepron kështu, atëherë s'ka më namet neve fuqi luftarake. Tash kanë më shku nis për në luftë. Ama thuju që le ti të bojnë ato farë ushqimet si cilët ka pak çka ju ka met, edhe ti bën dua mbi atë ushqim, e nështë Allah azza wa jall zbret bereqet dhe këtë ushqihen." Pejgamberi kur dëgjon këta, apo ti ka thënë:
Naam, po. Ama kështu do ndallimin. Abu Bekri ka thënë, "A ashtu po ki qefa?" Po. Këti ka thënë, "Në rregull, ashtu po veproj." Do thotë vrehet dallimi edhe te vet Omeri edhe Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhuma. E kështu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e lyp një boshe, e vendos e i thot njerëzve me sjall se cilli për furnizime të veta çka ka. Bin do një grusht dikush e bën një grusht hurma, dikush diçka, këtë ka pak që ka me. I të bojnë në të vend, thot Omeri thot të bu një domethënë një grumbull i vogël i ushqimit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam boni dua për bereqet dhe ju tha khudhu fi aw'iyatikum, tha merrni ente ju ja sillni këtu. E morën njerëzit, edhe kush vike pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja u mushke enët, saqë në gjithë ushtria që ish 10.000 veta sa kanë qenë, apo 30.000 veta, gjithë ushtria domethënë u ushqyn, u ngopën, edhe meti një pjesë e ushqimit hala aty. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fund kësaj tha ashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihi ma 'abdun ghayru shakin fayuhjabu 'anil jannah. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të denj përveç Allahut dhe se unë jam i dërguar i Allahut, nuk e takon askush Allahun me këtë dyja duke qenë bindur pa dyshime përveç se ka me hyrë në xhenet. Pra nuk ndodh që me shku me këtë dyja te Allah azza wa jall me sinqeritet e me u pengu prej xhenetit. Pra do thot ajo është një prej mrekullive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu e vrem domethënë tek to fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alaihi wasallam e ka vendosur një kusht. Se sa herë na vijnë kësi argumente që bidaxhit mundën me shfrytzu për ideologjitë e tyre të gabuara, duhet me shtu një koment për me sharu kuptimin e drejtë të hadithit, se këtu thot e deklaron shahadetin, thot nuk e ka taku Allahun askush me këto dy shahadete ghayra shakin, duke mos dyshun to as pak, vetë se ka me në xhennet. E ka shtu një kusht, duke mos dyshun to as pak. E dyshimi do thot është dyshim të i brendshëm dhe dyshim i jashtëm në praktik. Njëri ka njerë me gjendjen e tij, me praktikën e tij, kallëzon dyshimin që e ka në do thot në argumentet të fesë. Prandaj sepse bidaxhit domethënë veçanërisht murxhit mundën me marrë më argumentu me këtë hadithe, me thëna pesha kush e deklaron shahadetin s'ka shanca me u pengu prej xhenetit. Se këtu thot hadithi. Ama po kush e deklaron shahadetin ghayra shakin fihi, pa pas dyshim ta. E ai i cili e deklaron shahadetin, pastaj nuk punon sipas këtij shahadeti, çka i bën kjo? Ajo le që është dyshim, po është diçka më e rëndë se dyshimi. Ajo është shkelje e po këtij shahadeti. Prandaj le të kuptohet për ky argument në ndritën e asaj që kanë kuptuar brezat e parë. Gjatë rrugës pra po ashtu ndodhe edhe rasti tjetër kur sahabët u lodhën shumë, po edhe në kafshët e tyre, devet e kaq që kishin, u lodhën shumë. Edhe shkun ju ankun pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se i ka kap lodhje shumë devet. Dhe pejgamberi alayhis salam ju tha, kaloj domethënë afër një ngushtice, domethënë kodër, tash është rruga nëpër një ngushticë. E tha murru bismillah. Tha bani bismillah dhe kaloni nëpër çet ngushticë. Dhe pejgamberi alayhis salam u nal në një anë të ngushticës, edhe sa herë që kaloi kënë deve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i fryke asaj deve edhe bëjke dua. Dhe duaja që e bani atë ditë ish Allahumma hmil alejha fi sabilik. Wallah bart njerëz mbi këto kafsh në rrugën tënde. Inneke tahmilu ala al-qawi wa al-da'if, sepse ti mund të bartësh mbi të fortin dhe të dobtin, wa ala al-ratbi wal-yabis, mbi të njomin dhe të thatin fil bardhi wal bahr,
në tokë edhe në det. E thot Fudale, transmetuesi i hadithit, Fudale ibn Ubayd radiyallahu ta'ala anhu, thot nuk ndodhi domthon mas çti rastit, vetëse banëm rrugën për Tebuk, u kthym për Tebukit, edhe devet tona thot veç çka garojshin me njëna tjetrën. Ju shtu pra, Allah azza wa jall ju dha fuqi. Edhe pse ishin fillimisht të dobëta. E thot Fudale, kjo ishte duaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pjesa e parë e duas. Alal qawi wa dhaif, mbi të fortin dhe mbi të dobtin. Don ti bart mbi të fortin dhe mbi të dobtin. E thot çka ku po met punë, ç'është po met gjendja me pjesën e dytë hadithit ku thot fi rratbi wal yabis. Ti bart mbi të njomin edhe të thatin. Fil bahri wal bar, fil barri wal bahr, në tokë dhe në det. E thot kjo thot mua mu qartësu edhe bereqeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mrini edhe mas vdekjes tij, thot edhe pash duke u realizu kjo dua tek mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur kena luftu në Sham, i kena luftu do thot Bizantët për ishujt e Çipros. Tash pedini, e keni parasysh hartën. Shami tash është Palestina, tani kenen ishujt e Çipros, në det. Edhe thot, më kujtohet domethënë kur i kena luftu ishujt e Çipros, edhe kur i kom pa anijet duke u mbush me njerëz, atëherë thot e kuptova duan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se çka? Fi rratbi wal yabis. Ar-ratb ishin devet. Se devet janë ndërtuar prej, janë krijesa që kanë gjake, kanë natyrë të njom. Wal yabis, çka është el yabis? E thot. Kush e thot? Thot kur i pash anijet të mush me njerëz, e kuptova. Se anijet janë prej drunit, edhe është druni thot. Thot e kuptova domon duan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjatë këtyre ditëve ndodhe edhe diçka tjetër që ja zbuloi fytyrat e do munafikëve, që thash domethënë kish pas munafik që kishin ardhur në luftën e Tebukut, po për motive interesa personale. Gjatë rrugës kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nalet diku, i hub devja. Devën që nuk kanë duke e përdor, i hub devja. Edhe një prej munafikëve me preardhje jahude, cili ka qenë jahudi i fisit Banu Qaynuqa, ama gjoja se u bë musliman, po me munafiklëk, ka pasur Zeid ibn Lusayt, kur e sheh që i ka hub devja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja nis të ju thon njerëzve, thot alaysa Muhammedun yaz'umu annahu nabi, as po thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se është pejgamber, edhe po ju tregon se ju kanë ardhur lajme pe qiellit, pra shpallja, wa huwa la yadri ayna naqatuh. Knepi ju kallzon që vin lajme pe qiellit, pe nalt, e knes është e dytë ku ka devën. Po ju thotë që është pejgamber, çush mund të më konë kënjë pejgamber? Disa sahabe kur e dëgjon i thënë qatelaka Allahu nafaqt. Allahu të vraft, po ti ku kërkon të bën një fakt dhe i tash. Falima kharajta wa hadha fi nafsik. Pse kjo ardh me neve në luftë, pse ki dalë në këtë luftë, ty pas këtë bindje në zemër. Ai ja u kallzojnë pastaj motivin e vet, tha kharajtu li usiba aradan min ad-dunya. Tha kum dal thjesht veç me përfitime të dunjas. Veç çkaç. Kish pas ka raste kur munafiqët sakrifikojnë diçka. I shetë të sakrifiku, ama për përfitime të dunjas. Ka raste kur munafiqët marrin pjesë në xhihad, ama për përfitime të dunjas. Jo çdo kush që e shet të luftu armikun, jo çdo kush që e shet duke marshu në rrugën e Allahut azza wa jall për xhihad, ky shehed, ky niyeti I tij kret varet. Prandaj edhe, domethënë, do të me pas shumë kujdes tek cilësimi njerëzve shahida, ti nuk e din jetën e tij. Kur pa të vdek Uthman ibn Mad'uni, domethënë aty
ndodhin në luftë me kufarët e Mekës. U plagosë dhe pastaj e bartën në tende kështu më radh, kur vdiq një familjare e tij tha dëshmoj për to që ky shahid ka më shkuar në xhenet. Ja më sa më tha ku petin ti. Asu në për vetë jam i sigurt ta shkojnë në xhenet, nuk shkojnë në xhenet. Thonë asti ja Resulullah, asun vesh nëse Allah më mëshiron. Andaj do të më pas kujdes këto dëshmimi nxjerr për njerëzit. Filani shahid ky, shahid e bën që ka më shkuar në xhenet vëlla. Sigurt e ka xhenetin. Prandaj duhet me pas kujdes në deklarata të tilla, se edhe munafiki, sikur në këtë rast, mund të marr pjesë në xhihad. A çfarë xhihadi? Me ditë të tëra larg, në nxehtën e madhe, në lodhën e madhe, interesi për dunjë. A di, domethënë, jahudit gjithë kanë qenë materialista, hanë don, pe atëherë tash den kiamet kanë më qenë të tillë. Gjithë këtë sakrificë e bani për shkak nëse fitojnë muslimanët pa hiri, nëse fitojnë, apse ata kishin dyshime që pejgamberi sa më mundet me triumfu, por nëse fitojnë, bele fitojnë diçka për dunjasën, plaçkën e luftës. Edhe sahabët ja kthyn i thanë wallahi ma nakunu minka bisabil, pashallahu nuk kena më të leju ty me armë neve, sikur ta kishim ditë që të bindje i kinë zemër, kur s'kishim lënë me na shoqëru asnjë dakik. Duke u zhvillu kjo bisedë kënej, në anën tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të najt me Umara ibn Hazm al-Aqabi al-Badri, një prej sahabëve që ka marrë pjesë në Bedër, i cili në grupën e vet e ka pas çet munafikun. Në atë grupën që ka udhëheq e ka pas çet munafikun. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të najt me ta i thot një burr është të thonë se Muhamedi juve për ju thot që është pejgamber, edhe për vjen lajmi prej qiellit e knes pedin ku ka devën. Wa inni wallahi ma a'lamu illa ma 'allamani Allah. E ka thënë realitetin, pa pashallahun, unë nuk di kur gjë më shumë përveç asaj që Allahu më mëson. Ç'ka është realiteti i pejgamberit? Nuk di asgjë më shumë përveç ato që Allahu më mëson. Allah azza wa jall pejgamberëve nuk ja ka shfaq ghaibin të fshehtën në të përgjithshme, të përgjithësume, pa kufi. Jo. Kur ka desh me ju tregu diçka, ja u ka zbrit shpalljen. Ama jo me ditë të fshehtën pa kufi. Pejgamberi sa mi hupi devja se di ku ka devën. Përveç nëse Allahu e kish lajmëru. Edhe çka ndodhi, thot wa qad dallani Allahu alayha, e thot që tash Allah azza wa jalla më tregoi se ku kam devën. Wa hiya fi hadha alwadi fi shi'b kadha wa kadha qad habasatha shajaratun bi zimamiha fantaliqu hatta ta'tuni biha. Tha Allah azza wa jalla më tregoi ku kam devën, është në filan lugine të filan, domethënë kodrine, kamet ju ka kapa e kopreshi për një pemë. Asa mundet me lëviz. Andaj gutunu, shkoni, keni me gjithë që aty. Edhe shkuan dhe sahabu nisën, të veni, qysh ju tha pejgamberi sallallahu e gjetën devën, edhe u kthyn. Umara ibn Hazmi i dëgjoi këtë fjalë në bisedë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe kur u kthyte grupa vet, ju tha njerëzve sahabë, i tha, pashallahu, më tha, shumë u çudita me një sen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi se para pak momenteve na tregoi se kështu një njeri ka thënë çështu rrodhi ngjarja, dikush prej njerëzve që ishin aty tha pashallahu fjala ku ka qenë për Zeidin, se ky i tha bash atë fjalë. Çysh i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky para pak minutave i tha çatë fjalë. Kur dëgjon Umara që çfarë njeri ka në grupën e vet, thot fi rahli ladahiyatun wa ma ash'ur, thon bashk domethën grupën tëme, më kanë një dinak, një dhelprak, edhe unë mos më dit, shporu mar armiki Allahu të largohu, tha pe grupës tëme, mos gabo më marr për mas. Edhe për zonë domethën prej grupës së vet. Kjo pra ishte një prej rasteve kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi
u shfaqen pa mrekullitë e tij. Se Allah azza wa jall i tregoi sakt për vendin e devës dhe ish argument për pejgamberinë e tij. Ama munafiqët si çdo herë mundohen me shfrytzu rastet e dyshimit, rastet e jo stabilitetit që me ngjall më shumë jo stabilitet. Edhe kjo është argument tjetër për kundra bidatxhive sufi, të cilët disa prej tyre kanë bindjen që pejgamberët e dinë të fshehtën. Pse thënë këtë? Vetëm që me arsyetu ata shehtë vet që edhe ata dinë të fshehtën. Se më me thënë veç shehlerët e tonë e dinë të fshehtën, pejgamberët se kanë ditë, tash njerëzit më njëherë kuptojnë, thënë, për ju a jeni në vetë, nëse pejgamberët më dashurit Allahut se kanë ditë, çu shpedini këta të fshehtën. A çka thënë? Jo, pejgamberët e kanë ditë të fshehtën. Allah azza wa jall kur na don ja jep mundsinë me pa të fshehtën pa kufi. Kush janë ata? Pejgamberët edhe vlijat. Edhe ky shehi jon është e vlia. Edhe ky e din të fshehtën. Për ato zguxosh në shtëpi tonë, më kanë zguxosh me fol keq për shehin se të nin. Kjo është bindja e tyre. Ama ky hadith ja u gjun poshtë këto pretendime. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jo veç ky rast, plot raste të tjera kur dëshmohet që se ka ditë ghaibin, nuk e ka ditë fshehtën çka po ndodh. Edhe çka nëse ai si pejgamber më i dashur i Allahut se ka ditë ghaibin, kush është filani e fistekin me ditë, domethënë të fshehtën se çka bëjnë njerëzit në shtëpitë e tyre. Ata të mallkum këtë bëjnë veç nëpërmjet shejtanëve, punojnë me shejtan, edhe i kanë ata shejtan që ja përcjellin ndjekësit e vet, xhamatin e vet, ai kallzojnë. Filani thotë kështu, filani bën kështu. Përveç nëse dikush prej tyre thotë bismillah kur ti në shtëpi, a shejtani as për dritare mos e ngjyr. Se fjala bismillah jau pa mundson një gjë të tillë. Edhe një ndodhi këna me përmen edhe do të thotë e përmbyllim për sonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë rrugës tregon domon Selamet ibnul Muhabbiq gjatë rrugës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kalon afër një shtëpisë dhe në borën e shtëpisë e sheh një të një herit e varën dikun mur e mbushën me ujë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju lyp aty në ju kërkon ujë. Atëre ent kanë qenë për çkahit për lëkurës. S'kan pas sikur sot. Tash kacek i thënë të nanë këtë farë gjuhën letrare, kacek i kanë thënë të një herit, kur kanë prej në deve, në dele, diçka, lëkurën e saj, e kanë kep mirë, e kanë nëjë që në ta kanë qitë ujë. E kur lyp ujë prej kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thënë ja Rasulullah innaha mayta. O i dërguari i Allahut, kjo është pjesë e kafshës së ngordhur. Lëkura është pjesë e kafshës së ngordhur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë dibaghuha tuhuruha. Regjja e lëkurës është pastrimi i saj. Pe që ti hadithit pastaj ka kapituj të fikut që thuren në argumentim se regjja mund të përdoret për kur e regj një likur, ajo pastrohet. Për atë edhe, domethënë lëkura që regjet, ajo farë procesi i regjes ndoshta pedini. Merret lëkura, i qesin kryp, e qesin diell, mutha, kështu me radhë, kjo e pastron pastaj lëkurën. Sepse dihet domethënë që me gjymtyrët e kafshës së ngordhur nuk lejohet me i përdor. E lemo me i përdor për ushqim. Ndërsa regjja i pastron. Mughira ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu tregon thot në mëngjesin e asaj dite pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke ecë rrugës u nal diku anash, a thot unë shkova ju bashkangjita. E pashë po anohet pe don karavanit, a thot shkova unë bashkë me ta. Shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diku më larg ku nuk e sheh kërkush edhe i kreu nevojat e tij. Pastaj ardhi u kthy
edhe kërkoi ujë. Unë e kisha thot një ibrik me veti për ujë edhe i qita ujë domethënë për me marr abdes. A pejgamberi alayhi salam i lajti durt, pastaj i lajti fytyrën, edhe deshte me shtin krit në mangët e asaj gjybës që ka pas për me lah krit, ama thot domethënë ajo gjybja u ngushtu, se ka pas mangën e ngushtë dhe s'e ka nxjerr, thot e nxuri dorën edhe çiti përfuni asaj si pallta që ka pas veshë, edhe i lajti domethënë kraht deri në bryla, pastaj i dha mes kokës dhe i dha mes edhe këmbëve. I dha mes edhe realisht mesteve, khufejn, çarapa, meste që kanë pas të veshna. Dhe pastaj hypi në kafshën e tij, thotë edhe unë hypa në kafshën time, edhe shkum për me bashkangjit karbanit. Ama thotë kur më rrinum atje, e pam që njerëzit veç ja kishin nis mu fal namazin e sabahut. Sepse ka hi koha e sabahut, edhe e kanë qit imam Abdurrahman ibn Aufin radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ju bashkangjit safit, edhe ty u fale kuptum që këta veç një rekat e kishin kry, i shikon në rekatin e dytë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ju bashkangjit safit bashkë me ta, Abdurrahman ibn Aufi domethënë imam e kreu edhe rekatin e dytë, mas kësaj pejgamberi alayhis salam mas i dha imami domethënë selam, u çu e plotsoi edhe një rekat. Dhe kur e pan muslimant që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u bashkangjit namaz, ose masi e kreu namaz, kur e pan që pejgamberi alayhis salam ka kanë bashkë me ta, ja nisin mutut. Ja nisin me fol me zveti, me thon subhanallahu, mos çka banum kështu, pse u gutum pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku ka kanë afër, çysh me ardh puna që ai më fal mbrapa dikujt, që si biseda. Kur e kreu thot vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin dha selam, ju drejtu dhe ju tha ahsantum, mirë tha keni vepruar. E kjo është domethënë një mësim për rëndësinë e namazit në kohën e vet. Namazi falet në kohën e vet. Po marr parasysh imami i caktuar, imami zyrtar, a është prezent, a s'është prezent. Kur të hynë koha namazit, edhe kur është koha e duhur, do hëna ajo farë që bota e farë pritja fillestare, kështu më radhë, duhet me fal namazin. Nuk duhet me vanu namazin pse imami s'është. Se haku i namazit është i madh. Sa më shumë që e vanon, çaq më shumë i ofrohesh mëkatit. Çaq më shumë i ofrohesh gjendjes së nifakut. Do thotë ato namazet që nuk është pëlqy me u vanu. Përveç të asia që ka përmendur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sahabët pra që ka kohë deri në mesnat. Po pas mesnatës pastaj jo. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju tha mirë keni vepruar. Sepse kjo është madhrimi i namazit. Ndërsa imami i rregullt, nëse vanohet, i bashkangjitet shumë thjesht, edhe e fal domethënë namazin, e vazhdon namazin pas e plotson pa namazin ato çka i ka hub. Andaj kjo na jep një mesazh se çysh duhet domethënë muslimanët me organizu edhe në shoqëritë e tyre edhe në udhëtime, me madhru namazin e tyre, sepse namazi është ajo farë lidhje kryesore me Allahun azza wa jall. Nëse shkëputet kjo lidhje, shkëputet çdo lidhje tjetër. E nëse madhrohet kjo lidhje edhe i kushtohet kujdes, pastaj çdo fije tjetër është më e fuqishme. Po kjo nëse është e dobët, ato tjerat pastaj janë edhe më të dobta. Këto ishin domethënë disa prej ngjarjeve të rrugës për Tebuk. Ka edhe ngjarje të tjera, të cilat me lejen e Allahut azza wa jall do t'i përmendim në takimin tjetër, se çfarë mesazhi dhe çfarë urdhrese ja u dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për momentet kur të arrin në Tebuk, për puset e Tebukut dhe çysh besimtarët pra domethënë kalon
provimin e tyre dhe testin e tyre, ndërsa munafiqët dështojnë në provimin e tyre. Këto inshallah me lejen e Allahut azza wa jall do t'i përmendur në takimin tonë të ardhshëm, duke lutur Allahun fuqiplot që të na forcojë në fenë e tij, na fal mëkatet ato që bëjmë me dije pa dije, na furnizoj me devotshmëri dhe na bëj për banorët e xhenetit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu